O, e zoja, shpisa je këtu be? Bëllë keq punë, keq që kena. Që ujta është i vjen peri në olti, edhe hirë shpis këtu. Unë në të cialin qështë e morën që të harqë, ty be 3 sene, 4 as munesh se me bo. Jo, guti ka më mbeshke, po s'ka mujt me hikë, se ty be të parit, sheri i parë s'ka mujt me shkue. Se mune mi përryma edhe me në nëzohë me në mytë. Jemi të shku të një familje cila na kanë ftu dhe na kanë tregu që është me një gjendje jo të mirë dhe ka nevojë për ndihmën e ju dhe tonën që ti kemi pranë tyre. Jemi në familjen e Sala Bajgorës, e cila është nanë e kësaj shtëpie, e cila jeton me 2 fëmijë e vetme në atë shtëpi, pa burr. Përshëndetje të nderuar ndëgjues dhe shikues të emisionit të harruarit. Pra jemi në Podojev, në komunën e Podojevës, në fshatin Dobratin, që jemi të shku të një familje cila na kanë ftu dhe na kanë tregu që është me një gjendje jo të mirë dhe ka nevojë për ndihmën e ju dhe tonën që ti kemi pranë tyre. Jemi në familjen e Sala Bajgorës, e cila është nanë e kësaj shtëpie, e cila jeton me 2 fëmijë e vetme në atë shtëpi, pa burr dhe pa një ndihmë nga ata që e ndihmojnë. Ne pra jemi në këtu emisione që kemi tregu që do t'jemi në çdo vend të Kosovës ku ka shqiptarë të cilët ka nevojë për ndihmën e juve. Ka nevojë dhe ata të cilët mendojnë se janë harruar për shoqënisë, janë harruar për shtetit, për organeve kompetente, institucioneve të tjera. Dhe ne do të mundohemi që përmes kësaj kamere, përmes juve që këtë familje t'ja sillim në ekranet e juve që ju ta shihni dhe të keni secili ka mundësi del ndihmë që ato ta gëzojnë dhe të jenë më mira. Ne besim me shpresë që kjo familja e Salës që herën tjetër kur të kthehemi, t'jemi ata që vim me gëzim dhe t'jemi për atyre që i gëzojmë ne dhe ju. Zoti ju shpërbleft, ju në roft. O, e zoja, shpisa je këtu be? Jemi tek familja e Sala Bajgorës, e cila është edhe burr edhe gru në këtë familje, sepse është që jeton vetëm me fëmijët e saj. Dhe shtëpia siç po shihet, domethënë pe kësaj pjesës edhe brenda nuk është shumë mirë e banush për me banu, sepse është rrezik që kjo herdo kurdo mundet edhe me urzu dhe me ju largu edhe kulmi dhe kjo pjesa e parahymjes këtu. Domethënë pjesa e kësaj shtëpisë po shihet që është edhe kjo në rrezik për me radhë. Po, për shkak rrezik për me radhë, kjo që tu hajoti, se mune mi përryma edhe me në nëzohë me në mytë, që tu shkallë dimnit, të bëhen akëll, ty mus mujna me dalë. Pjesën e kësaj rrymes e këto, që shpëbën e pagesën e këto, apo keni? Pagesën jo, vëlloj, pagesën jo. Jo, me pagu e jo, s'po keme qka. Që shpishe edhe vetë qëre, qëre që tu he ujtë, pej që tu ujtë të renë deri atje he ujtë, edhe këtu ta shtu që kështë, ta shtu i bje krejt kolmi këtu. Nuk o asë ciment heq? Jo, se në s'ko heq. Tu veç që jakumlonën e dëri, veç që jakumlonën dëri këse qireq, veç qireq, jakum djepit këtu, që kje pjesa, deri atje është e sëst, atje muri mune që është të rëzu atje, të tra pjesa atje është ka rëzuet krejt, këtu është krejt që pishen edhe vetë, s'kam qa pishen edhe vetë, s'kam qa për likur që pishen edhe gjendën që shekena, shola del dikush në animën. Amen, shola. Bëllë keq punë, keq që kena. Që ujta është i vjen peri në olti, edhe hirë shpis këtu, i më ka dhu mja gryë një kanal këtu, një kanal, mja gryë për me shku ujtë. Ujta është ashka në asanejt, ujtë jetë që tu edhe mundet me asi shpia, më në mor ujtë. Dhe jemi në këtë shtëpi si çdo herë, pra në ato shtëpi që ka nevojë për juve, ka nevojë për neve që të shkojmë dhe të shikojmë ato. T'jemi zëri tyre, t'jemi fotografia e tyre, t'jemi pamja e tyre, e cila i qëtë
unë shesh dhe i qëtë ndokje hjekat, i qëtë ndokje atë jetesën e tyre se qysh e bënë edhe një pjesë tjetër e shoqënisë. Një pjesë tjetër e shoqënisë e cila thuj se është harruar edhe nga institucionet dhe shoqatat e cilat merren me punën e ndihmave më madhore. Ne pra kemi thonë se themi se do të jemi çdo herë dhe kudo që ato ka nevojë. Dhe do të shkojmë shtëpi për shtëpi për ato familje shqiptare të cilat ka nevojë që dikush t'i ofroj dhe t'i tregoj se si duken, si kalojnë jetën, si kalojnë natën, si kalojnë ditën e tyre në këto shtëpitë të cilat ato jetojnë. Mes frikës dhe shpresës. Frikës se një ditë ndoshta edhe do të shembet shtëpia e tyre ku jetojnë dhe shpresës që dikur do del, dikush do t'i ndihmoj. Zonja Sola, pra jena unë familjen tonë, shtëpinë tonë, dhomën tonë që si edhe këto gatun, këto hanë, këto pinë, këto rrinë, këto flenë me fëmijët e tu. Po, faleminderit që një ardhë e një kujdes, na keni vizitue, inshallah zoti ju shpërblen. Qa? Na kena në tybe burim ka dikë që edhe 10 vjetë muë, mu ka dikë burë që edhe 10 vjetë, na veç me një rast social, kështu e gjallort, kry që kuq ka në një më ka pak, komuna që shtu sa për harq, na kena nevoj ma shumë te për një shpi. Shoqata Bereqetja, ju ka një muë ndihma? Po, na ka një muë. Po tash tybe për momentin si jam, mo që dalë me morë diqka, veç na ka po dikush edhe Të më ti jetën vetëm këtë dhomë? Une jetoj veç me djallë dhe me qikë, që të plejna, që të hojna, që të pina, që të rina, po jena ngosht, pishen edhe ju gjendën, që edin, pishen i gjendën. Do më thonë, kjo shtëpia ku po shihet që jetë banu, është jo e mirë për banim, sepse po vrejet që është rrallë, pjesa në altë të amalit, është komplet kujse e qome, që jetesan të çdo herë ma shumë përbuhet me rrezikshme. Me rrezikshme, pishen edhe vetë, këtu si të gatuaj, si që në sabat edhe i zjermin, këtu merë mundet, më kollë zëmë se bese i bje poshtë, edhe të një pahishim që ati bora. Do më thonë, kur bjen shia të kia shumë të ftoftë është dimrit edhe vjen shia. Po, se të një përrin soba ditën, ma shumë gjatë përrin soba ditën e ftoftë, të badjolla të në ditën shtiti dru, se soba pishe edhe vetë që përrin edhe ftoftë. Të mujna mu ftoftë, mu mërli. Që ka bëni apel, që kërkoni ju, do më thonë që ata që na shikojnë sot për... Inshallah na shet dikush, edhe sa ma shpejt inshallah, një shpi, bili me shti, bili një shkollë, nuk po thëmë sot, vesot me në adhon, o vesot, jo, që ko mund t'i dikush, na shej sholla dikush, bili për që shpi sholla del dikush, na një man, në ndrejton, bili në shkollën, shpia, dhe ta si që të një kadal, bohon krejt. Inshallah kena na, unë e kam me thmi shnetën, se të kam me thmi shnetën, krejt vinë. Ju jetoni do më thonë veç me djallë? Unë veç me djallë edhe me qikë. Qika të punu sa, djalli që shtë mali kushtë e merë, me 20 ebra, unë të djallin që shtë e morën që të harqë, ty be 3 sene, 4 as munesh se me bo. Po shpim, diçka me bo, jo, vla, me rrugullu, diçka me bo na shpina skena me qa me marue. Kështu me shëndet? Me shëndet, po më shëni që shtë, komën e kam që një 10 vjetë dykon, është, masim ka dy burri me e kom posën getë, është toga pa i këmijek, po ta është veç me terapi, kështu, veç me një terapi ri, pe gurt, jo, gurt i ka më mbeshke, po s'kë mujt me jikë se ty bet e parit, sheri i parit s'kë mujt me shkue. Qysh pja dinli edhe me kana, ushqimet e hajës e pijës? Pijës, qysh po mujna. Kur të monë që t'jodin që atëherë monë pakarq, ty be jesëm që atëherë në gjysë muajt jesëm, po që shështyna. Që është mujna shtyna. Pre komunës a janë konë mi vizituar? Po, komunën jena konë, i kanë thonë kryetar, këshur di që ka për shpi, i më shko 2-3 herë, edhe i kanë dërzu dhe letra,
Mo nuk e di që ka u bo me ty. Që sa ka ndodhur kjo, që sa vite akua? Që kjo është që dukon që 4 vjetë. Që 4 vjetë im shku komuni i men, shka atje, shka të drejtëresha. Me qene sociale. Po jo, këtu në komunë, drejtëresha më këna pranu e solta letrat, i kana dërzue, edhe këshyru më tha, e morëm dika, dolim i vizitojna, ajo drejtëresha u dollë, Adelina më ka vizitue me Arbreshën, edhe mo nuk i në konë. A e në konë të shpia me vizitu? Po mrena i Para konë. sa vjetë? O konë, që 2-3 muaj o konë. Nuk kanë vizitu dhe nuk kanë morë halo kur gjë. Halo s'kanë morë kur gjë njerë. Inshallah dhe pas të emisionit del edhe komuna një ndim, dikush një ndim dhe bojmë së bashku që kësoj familje që të ndërtuhet shtëpia dhe kjo familje të jetoj dhe më thonë si gjithë familje shqiptare të jetoj lumtur dhe të ketë një kulëm bikuk që shtetë dhe Më doj gjendën e kena tromë, qa me bo? Qa me bo, bishen edhe vetë, zdi qa me po në tjetër sen. Të më thonë veç kjo është dhoma ku ju banani edhe rëni. Jo, që tu na plejna me thmi, me 2 thmi plej, une. A ne nuk plejnë kur se është, ku atje o sëba, është pa gjak, ku ban me dhejez atje, mundet më na u kollë, shpia edhe na me të një push. Shpia të më thonë po shije që nuk ka këse shtres me ciment. Jo, shtres as me knauf. Edhe veç kjo është mbluka. Kjo është, as është e liziju me mrena, as është e për joshtna. Me morë shtu, borë, shtirë, aty na mërdhijem. U kom mraz, u kom o zëqak, u kom paptapt, është u mërdhim. Kjo qaj e pjesa anej është e sëst, krejt, me bu mu qo që anej zëmës e bir muri, mu qo që anej muri, me një primi morë, shpia rëtullu. Na mujna me kanë të tu me në rodhe shpia në krye, një primi ma muasisht, ne na bje shpia në krye, na mytë, edhe për jashtë avam, krejt është për jashtë avam. Zoti ja u lutsoft, inshallah përmes kësaj pamje, përmes gjendjes që ne po shohim, del dikush që sa të pak na ndihmon dhe të jeni ta gëzoni një shtëpi, ashtu siç edhe ju e kërkoni. Çto i kemi do të tesha që bamirësat kanë dashur me na e dhon neve që më jeni mu, edhe kemi edhe një pako ushqimore e cila fal bamirësve, ne sot pja u sjellim juve në shtëpia. Dhe po e lojmë prap në këtë shtëpi me shpresë që të kthehemi herën e tjetër me vullnet mirë dhe me një lajm të mirë që dikush nga bamirësit apo një pjesë një grupi bamirësve del dhe të janë ndihmon dhe të marrojmë një shtëpi motrës tonë Salës e cila ka nevojë mas shumë të për një shtëpi. Falenderojmë, Zoti ju shpërbleft, ju nderoft edhe juve inshallah Zoti ja u lehtëson.